Kushtetuese me qëtë aktë gjykim e ka përzilu e në dhe ma tepër, për mendimin tem. Vishte dhe pak të elaboraj, pasaj mundesh mos më pajtu. Si po ndodh ka që në aktë gjykim i gjykatës kushtetuese thotë që subjekti i parë që i fiton zgjedhjet e ka kryetarin e kuvendit, pra drejtën për propozim, dhe aty nuk po dufka me nejt në sallë mi a votu. A këtyne pa tjetër po dufka mi a votu. Tash gjykata kushtetuese për dikan është nënë, për dikan është njërk. Ose kthejme tek zgjedhja e presidentit. Gjykata kushtetuese thëtë që duhet me qëndru në sallë. Nuk po i thëtë votu për. Tash këtu na po mëshme me lujt kitë kartën që jo s'du të menajt pse pja imponanti deputetve të Parlamentit Kosovës me zgjedh institucionet. Pro këtu gjykata kushtetuese me qëtë aktë gjykim është e vërtet, pajtuemi me kolegët që një farë blokade e ka hek edhe ja ka hek pak një farë telashi edhe deputetet dhe dosës që me thonë fundja fundit kjo është aktë gjykim edhe na duhet me respektu dhe zoti Bosha nuk ka thonë nuk e respektoj Fidan. A veç ka thotë që nuk pajtohem edhe është e drejtë e botës ti mos më pajtu. Është e drejtë sikur se jotja, e imja, e ashti, e asajnë, këtë republikë që jetojmë me dhomë mendimin tonë. Ne nuk po themi hajde qomi dolmi në rrugë, hajde shkojmë e sulmojmë gjykatën kushtetuese. Nuk e dëgjova kërkanës që qërë si më ka e dëgjojmë. Nuk pajtohem edhe nuk pajtohem, sepse po ma imponon si deputet mujo pa atyre me votu. Kjo është imponim? Kërsteq, kjo është imponim ose shkën zgjedhje? A është imponim? Është imponim.